Në seancën e sotme për pyetje deputetësh në Kuvend, është zhvilluar debati i ashpër mes të kryeministrit e Kristian Miskoski, ministrit për marrëdhënie ndërmjet bashkësive Ivan Stolković në njërin anë dhe deputetit të BDI-s Blerin Bexheti në anën tjetër, ku në qendër të përplasjes ishin sërish çështja e gjuhës shqipe dhe përfaqësimi shqiptarëve në institucione. Deputeti i BDI-s Blerin Bexheti pyeti publikisht Stolkovićin se a është ministër për marrëdhënie ndërmjet bashkësive apo ministër për marrëdhënie me Republikën Srpska. Ai madje kërkoi nga Stolković që të tregojë rezultate konkrete të ministrisë dhe punës për ruajtjen e marrëveshjes së Ohrit. Çka keni bërë për implementimin e marrëveshjes së Ohrit? Çfarë keni bërë për avancimin e marrëdhënieve ndërmjet bashkësive etnike në Maqedoninë e Veriut? Çfarë masa konkrete keni ndërmarrë në koordinimin e institucioneve shtetërore në këtë fushë? Sa programe, projekte apo politika publike keni realizuar që ndërlidhen drejt për drejt me barazin, kohezionin ndëretnik dhe obligimet e marrëveshjes së Ohrit. Dhe mbi të gjitha, a jeni ministër për marrëdhënie ndërmjet bashkësive etnike në Maqedoninë e Veriut apo ministër për marrëdhëniet me Republikën Srpska? E jani me mua në Kumanov të shihni se si jetoj me pjesëtarët e komunitetit shqiptar, do të befasoheni, u kundërpërgjigj ministri Ivan Stolković, ndërsa akuzoi BDI-n se ka punuar vetëm për shqiptarët. Vi mohon si të izlaganja. Ata që ju keni punuar vetëm për shqiptarët tani po punohet për të gjithë. Këtu janë rezultatet dhe mund të kontrolloni të gjithë pjesëtarët e bashkësive në shtetin ton. Nëse ju duhen ende shpjegime, do t'ju jap. Unë e di çfarë ju dhemb. Është humbur kushtimisht thënë se lija e shtetit paralel në Maqedoni, aty ku merreshin të gjitha vendimet, aty ku krijohej gjithçka në shtet, aty ku udhëhiqej shteti dhe aty ku nuk keni asnjë ndikim. E di se ju dhemb, por nuk mund të ju ndihmoj. Qytetarët nuk ju dhan besimin. Në debat u përfshirë edhe kryeministri Miskoski, duke u përgjigjur Bexhetit, i cili tha se gjuha shqipe nuk respektohet. Miskoski theksoi se askush në vend nuk është kundër përdorimit të gjuhës shqipe dhe se kjo qeveri nuk do të lejojë, siç u shpreh ai, që BDI të bëjë populizëm të vogël mbi tema etnike. Për 20 vite nuk keni bërë asgjë, para se të gjithash për shqiptarët, edhe ata janë të vetëdijshëm, duan jetë më të mirë, shëndetësi më cilësore, paga, pensione dhe arsim më të mirë. Nuk u duhen këto tema. Kjo qeveri nuk do të lejojë manipulim me ndjenjat e shqiptarëve. Njerëzit në shekullin 21 kanë arritur deri në Mars, ndërsa ju mendoni se me populizëm të vogël do të fitoni pikë politike. Ajo kohë ka përfunduar. Miskoski shtoi se të gjithë qytetarët të vlerësohen njësoj, jo sipas përkatësisë etnike, duke theksuar se kjo është një Maqedoni e re e projekteve dhe reformave.